Këtë të diel në 11 maj prej orës 7 të mëngjesit, qytetarët shqiptar do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur të mandatuarit e tyre në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë për 4 vjeçarin e ardhshëm, si dhe forcën politike që do të qeverisë vendin. Qendrat e votimit u hapën në orën 7 dhe pritet të mbyllen në orën 19. Për herë të parë voton edhe diaspora me 245.935 emigrantë shqiptar të regjistruar, po ku problematikat nuk kanë munguar në postimin apo kthimin e zarfeve të emigrantëve, kryesisht në Greqi. Në garë janë 11 parti apo koalicione politike ku çdo subjekt garon me 186 kandidat në listën e votimit, 46 prej cilëve janë në listën e sigurt. Kodi zgjedhor parashikon që ato të qëndrojnë të hapura edhe për te orarit vetëm në rastet e fluksit të votuesve. Në të njëjtën orë do të mbyllet edhe procesi i votimit për diasporën. Çdo zarf që vjen për te orës 19 nuk do të numërohet. Në këto zgjedhje garojnë 2046 kandidat për vetëm 140 vende në parlament. Për herë të parë KQZ ka firmosur një protokoll me SPAK dhe prokurorinë e përgjithshme. Marrëveshja e parashikon për masa të përbashkëta për parandalimin, identifikimin dhe ndjekjen penale që lidhet me krimet zgjedhore. Në garën e 11 majit janë 11 subjekte apo koalicione politike, kandidatët e të cilëve janë vendosur në listat e hapura dhe të mbyllura. Çdo subjekt garon me 186 kandidat në listën e votimit të KQZ, po 46 janë nga lista e mbyllur. Kryeministri Edi Rama kërkon një mandat të katërt me fokus integrimin evropian dhe pasaportën e Unionit, teksa Sali Berisha e vuri theksin e fushatës së tij tek ekonomia dhe korrupsioni i qeverisë. Policia e shtetit ka përgatitur një plan të detajuar masash që procesi zgjedhor të shkojë mirë dhe pa incidente. Mbi 5.000 punonjës policie janë angazhuar për ruajtjen e objekteve zgjedhore për zgjedhjet parlamentare që mbahen këtë të diel të 11 majit. Uniformat blu kanë marrë në ruajtje KZAZ, që në momentin që në to kanë shkuar materialet zgjedhore. Në të gjithë vendin janë 93 objekte zgjedhore, ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe 5225 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi. Ditën e votimit merren në ruajtje nga policia e shtetit ditën e shtunë. Me dorëzimin sot në mëngjes të objekteve që shërbejnë si qendra votimi, punonësit e policisë të riqen në vend grumbullimet e përcaktuara dhe rikthehen për të bërë shoqërimin e materialeve zgjedhore në drejtim të KZAZ-ve në orën 19.